me të ardhë në shtëpinë tonë një misafir që ka emër shumë të madh. Ka emër shumë të madh. Çka bën ti në shtëpinë tonë? Këtë shtëpinë tonë e drejton, e para përgatitje, ushqimin maksimale, pritje maksimale, parfemin ma shtrenjtë e qete, veshësh mas miri e ketë. Kush? Një misafir, një krijesa e Allahut. Po Ramazani misafir i kujt është? I kujt tani Ramazani misafir? A është që Allah të zogjën? Allah azza wa jalla ato ta quhe Ramazani si misafir, çysh i te prit? I te prit vetë mëzuna. Jo, Ramazanin e presna me plot qef. Në Ramazanin e presna në formë më të mirë. Për këtë arsye ne lip me prit Ramazanin 100.000 herë më mirë se çka e presna musafiri në shtëpinë tonë. Se Ramazani vjen, çndron disa ditë e jam ma'dudat, disa ditë, disa çaste, disa paritime ka përcen. Xhibrail Emini thot, mallkuar qoftë ai i cili i shkoft zhak fytyra atij e cilit hi Ramazani, edhe ty s'falën gjunat. Para me Xhibrail Emini thot, fytyra më e ndritshme e historisë njerëzore, Muhamedi alayhis salatu wasalam ban amin. A ja refuzon Allah i pejgamberit alayhis salatu wasalam lutjen? A ja refuzon? Njeri më dashëm a ja refuzon? Se refuzon, drejt ja pranon. A do më kam ti pjesë e mallkimit Xhibrail Eminit, e aminit pejgamberit alayhis salatu wasalam? Më koni shkujdesta? Jo, nësi na shkujdest. Ne jena shumë të kujdest. Ne prej sot, deri ditën që ka marrë Ramazani, kena me agjeru, kena me lezu Kur'an, kena me dhon sadaka, kena me prit, kena me përmirësu shpirtin ton, që kur të hije Ramazani, ne mos mja nisën Ramazan me përmirësu shpirtin ton, po ne vetë se jena të përmirësum, e Ramazani diçka bojna, ne veç ngritmi në xhenetin e Allahut azza wa jalla.